Më duhet të jem e sinqert dhe të shtoj se këto të fundit I kam hasur më rrallë. Sy të tillë bëhen gjithnjë më të rrallë. Por kurrë nuk do ta harroj ditën kur nëpërmjet syve të dikujt tjetër lexova esencën time. Dhimbja e gjallë ndërton. Dhimbja e gjallë pastron shpirtin, I jep atij mundësinë për ta nisur nga e para, me mësime të reja, me një zjarr që sa vjen e rritet përbrenda. Por shumë dhimbje të gjalla, sidomos ato që vijnë nga njerëzit e tu më të besuar, nga ata që ke dashur më shumë, rrezikojnë ta çojnë një njerëz drejt